Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Studio hapur në gjuhën shqipe vazhdon edhe këtë javë për të trajtuar temat dhe problematikat politike të cilat na preokupojnë shoqërinë tonë. Sigurisht se teme e bisedimeve dhe sonte do të jetë formimi i qeverisë së re dhe mandatari i ri. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar nga ana ime e djathtë liderin e unitetit zotri Gzim Ostreni. Zotri Ostreni, kënaqësi që ju kam në studio prapë. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Gjithashtu në anën time të djathtë kam edhe një kryetar partie, lideri i Partisë për Prosperitet Demokratik, zotri Abdulatif Veseli. Zotri Veseli, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që ju kam në studio për herë të parë. Faleminderit. Shpresoj mos të jetë e fundit. Ndërsa përballë dy liderëve kam profesorin universitar, zotri Fatih Iseni. Zotri Iseni, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Shpresoj që të kemi një debat konstruktiv duke analizuar punën e dy liderëve. Sigurisht. General, po fillojmë për juve, zgjedhjet parlamentare mbaruan ashtu si mbaruan, rezultatet janë këto që janë, ta bëjmë një rezime të zgjedhjeve, do të thotë si kaloi Aleanca për shqiptarët, jeni të kënaqur me zgjedhjet? Më pari përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit juaj, Nova, si e quani. Po do të kisha thënë se ne hymë në zgjedhje si parti shumë e re që nuk ka ndodhë me ndonjë parti tjetër brenda 6-7 muajve të bën pjesë në zgjedhjet parlamentare, sidomos në zgjedhje të këtilla siç ishin tash, të parakohshme ose të çrregullta. Bëm përpjekje që të realizojmë dëshirën e qytetarëve, të jemi së bashku, të bashkojmë partitë politike, me që nuk kemi shumë ndryshime në programet tona zgjedhore, po edhe ato afatgjate. Mendoj se Aleanca për shqiptarët me 3 deputet, mendoj se kaloi, nuk mund të thomi që është ideale për ne ajo. Po jemi të kënaqur me që bëjmë pjesë për herë të parë në këtë formë në zgjedhjet parlamentare. E rëndësishme sigurisht se kanë kaluar zgjedhjet pa probleme, kjo është me rëndësi. Sigurisht unë nuk duhet të diskutoj për atë, se duhet me diskutu për çështjet jo normale, për ato normalet edhe ligji nuk i parashef. Edhe shqiptarët kanë treguar vetëm një pjekuri politike, kemi disa cikle zgjedhore të cilat po i zbatojmë në mënyrë të rregullt. Unë mendoj se kur qeveria vendos të jenë zgjedhjet e mira, ta bëhen të mira, për shkak se i merr masat e nevojshme, krijon kushte për atë edhe janë të mira. Rezultati i sjelljes të mirë të gjithëve, nuk flas për të gjithë qytetarët, po për ata militantët partijak, ishte një shembull i mirë para disa viteve në zgjedhjet që kaluan, që do njerëz mbajtën përgjegjësi për sjelljet e këqija të tyre ndaj votuesve, ndaj kutive të votimit edhe kështu me radhë. Edhe pse ende nuk janë marrë masa për vjedhësit e votave, ata që ishin vjedhës kapital, që gjendeshin brenda partisë VMRO të PMN, por sidoqoftë në këta zgjedhje nuk kishte ekscese të mëdha të cilat do të kishte vlejt t'i përmendim. Zotri Veseli, Partia për Prosperitet Demokratik doli pak e rikomponuar, do thotë arritën të themeloni disa deg në deg. Sa ishte kjo e mjaftueshme për dalë PPD-ja organizuar në zgjedhje dhe si e komentoni rezultatin zgjedhor? Është e vërtet se për një kohë të shkurt para mbajtjes së zgjedhjeve u zgjodha kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, në të cilën tentova që të riorganizoj, duke filluar të krijoj infrastrukturën e partisë nga poshtë deri në lart. Por afati i shkurt dhe qëllimi jonë i përbashkët i shokëve të mi, anëtarët e kryesisë, këshillave të ndryshme në kuadër vendore, në kuadër partisë, tentum që të rikthejmë në skenën politike, partinë e parë politike, organizimin e parë politik në Republikën e Maqedonisë, por ja rezultati ishi disfavorshëm, jo i favorshëm për Partinë për Prosperitet Demokratik, ndoshta për shkak të kohës shkurt, ndoshta për shkaqe tjera të cilat ishin prezente në zgjedhje, edhe pse organizimi i zgjedhjeve nga ana e Komisionit Zgjedhor Shtetëror ishte në nivelin më të lartë, por në anën tjetër nëse analizoj se si u futën shqiptarët në të zgjedhje me disa parti politike,
të cilët harxhon mjete të majme për të përfituar votën shqiptare. Kjo është e papranueshme. Kjo ndodh për herë të parë në Republikën e Maqedonisë, që me fondacione të ndryshme të brendshme apo të jashtme tentohet që të blehet dhe të manipulohet vota në Republikën e Maqedonisë. Dhe është një çudi për mua, si politikan që jam kyç në politikë qish nga vitet 90-ta dhe kam qenë deputet qish nga vitet 94, për herë të parë ndodhen që elektorati shqiptar të votojë një parti politike në Maqedonës. Kjo ka qenë një çudi dhe abi për mua, për shkak se çka i motivoi shqiptarët që mos votojnë parti shqiptare të cilat ishin të shumta në të zgjedhje, por një pjesë e elektoratit shqiptar të kaloj në taborin Maqedonës, që mund të themi lirisht. Nga përvoja politike që e kam, mund të them lirisht se kur janë pyetje interese strategjike, geopolitike të Maqedonësve, partitë politike maqedonëse ka një mendim. Ka një qendrim. Jeni shtri ju si PPD vetëm në njësinë e 6 zgjedhore. Po. Kryesisht Partia Maqedonase LSDM ka pas kryesisht kandidat në njësinë e 6 zgjedhore. Do thotë kjo ka pas një qëllim për sakatosjen e ative votave shqiptare, apo ka qenë vetëm sa për t'i marrë ato dy deputet? Ku ka qenë gjasat edhe më të mëdha? Unë jam i mendimit se kandidatët për deputet nuk i kanë pru vota, sidomos në njësinë zgjedhore numër 6, Lidhje Social-Demokrate, por ishte një, nuk e di tani siç mund ta quajmë, zgjedhim fjalë dhe fjali, por kjo është e habitshme. Ne themi se si elektorat shqiptar jemi pjekur politikisht, për shkak se kemi kalu disa cikle zgjedhore. Dhe t'ja hapësh amanet apo t'ja dorëzosh dikujt mandatin i cili nuk mund t'i promovoj dhe t'i mbroj interesat tuaja ashtu siç duhet, ajo shipe qatë edhe ditët që i kemi lanë pas nesh, edhe pse kundërshtojmë një parti politike, një kamp politik Maqedonas, se themi është kamp politik anti-shqiptar, parti politike që ka dëmtu shqiptarët, tash flasim ashtu si flitet shumicën e popullatës shqiptare, por edhe partia tjetër politike, e cila përkrahët nga disa subjekte politike pa rezervë, të cilët duhet të japin në shkrimit Lidhje Social-Demokrate pa i plotësu kushtet apo pa u plotësu platformën të cilën janë marrë vesh shqiptarët, atëherë kjo është një gjë e pakuptimt. Kjo është lëvizja besa. Dhe thot ne Blanko i ka në shkrimet LSDM-ja. Po nëse i ka Blanko në shkrimet LSDM-ja, çka të shtyri të jesh pjesë e platformës shqiptare, të cilën e nënshkruajtën të gjitha subjektet politike shqiptare, parlamentare, edhe BDI-ja dhe Alanca për shqiptarët edhe BESA. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, duam t'i promovojmë dhe t'i mbrojmë interesat e shqiptarëve, apo duam që të keqen ta hekim me të keq. Bisedojmë edhe për çështën e LSDM-s. Profesor, keni qenë në ato zhvillimet politike bashkë në ato vijat e para, them ashtu të politikës, tash jeni profesor universitar, si pat ju në atë prizmën tuaj? Bashkimi Demokratik për Integrim kishte pak rënje, mirë po doli partia fituese, PDSH-ja kishte rënje dukshëm më të madhe, BESA si parti e parë u ngrit me një rezultat shumë të mirë, Alianca kishte rezultat deri diku të kënaqshëm. Si pat ju ato zhvillimet politike? Mirë, Fitim, jo vetëm të bloku politik shqiptar. Nëse shikojmë në retrospektiv, që nga viti 2006, kur LSDM në atë periudhë pëson, dhe me thonë, një debakël politik dhe bje në numre jashtëzakonisht tepër përballë në atë kohë VMRO DPMNE-s. Dhe kjo vazhdoi, dhe me thonë, vite me radhë në shumë cikle zgjedhore të bloku Maqedonas, nëse të bloku shqiptar kemi BDI-n, e cila në një farë forme qëndroi konstant nga viti 2010 këndej, deri dhe me thonë në vitin 2014, ndërsa tani është saktë se kemi disa risi, dhe me thonë të bloku politik shqiptar, respektivisht të elektorati shqiptar, nëse mund të përshkruajmë, për shkak se, në thonë, për herë të parë ne dolëm nga viti 2011, që deri diku kishim një ndarje, dhe me thonë, të madhe në elektorati shqiptar. Pra viti 2016 shënon një ndarje të jashtëzakonshme që askush nuk e priti dhe askush nuk e paramendoi. Përveç që u themeluan shumë parti, dhe me thonë të reja, ose reaktivizimi të disa partive që kanë qenë ekzistuese, dhe me thonë shqiptare, të cilët dolën veshmas në fushat dhe para elektoratit. Gjithashtu, dhe me thonë, kemi një themelim të një partije tjetër politike,
besa, për cilën askush nuk e priti dhe askush nuk mendoj që ai do të etablohet, politikisht, me aq numra sa mori, 3+2 pra me koalicion, dhe pse vendimet e saj ishin shumë të mëdha, në anën tjetër kemi një rënje të BD-s. Pavarësisht formulës fituese, për shkak se sistemi elektoral është i tillë që rezultoi në 10 deputet të merr BD vetë dhe 10 i marrin partitë tjera kushtimisht tani më të vogla. Kjo fitim që nga viti 2006 për herë të parë solli një nivelizim, nëse mund ta quajmë, të numrave. Tani asnjëra parti politike, qoftë tek shqiptarët, qoftë te maqenasit, nuk ka fuqinë absolute. Dhe ndoshta kjo do ishte më e shëndoshtë dhe më e mirë për demokracinë. Pasi që ne tani kemi ndëgjuar terma të ndryshëm, ose atë që e tha populiste, fatikisht parti populiste, qeveri populiste, lider populiste kështu me radhë, që në një farë forme, ose nëse mund të kalojmë në atë, nëse nuk mund ta quajmë diktatoriale, por një lloj pushteti në atë kuptimin pak më komod, në qeveri, me që të tjerët ishin shumë të dobët për ta ngacmuar ose për t'ia luhatur pozicion e qeverisë. Zotëri Seni, pasi i keni përballë dy liderët, si vetëm ta theksoj. Rysia tek bloku politik shqiptar. Nëse në tërësi si elektorat shqiptar, për herë të parë, kjo nuk ka ndodhur as në të 90-ën, ku në atë kohë sigurisht që kanë qenë më prezent generali edhe zoti Abdul Hadi, kur dolëm nga komunizmi dhe në një farë forme ishte frika, ishte kërcënimi, ishte ajo, frymëzimi i pro-Jugostafi një pjesë e shqiptarëve, dhe përsëri, në atë kohë bloku politik maqenas nuk mori asnjë votë, nëse mund ta quajmë, asnjë votë nga elektorati shqiptar. Edhe se kishte njerëz në atë kohë që kishin nostalgji për komunizmin. Edhe ka pasur tentativa. Edhe në atë kohë partitë, trashëgimtare të komunizmit dhe partitë tjera kanë lëvizur në vendbanime shqiptare, por s'kan pas qasje në atë kuptimin e fjalës. Dhe kjo sot pak është, e çuditshme. Timi real, asnjë analist politik, me sa i kemi ndjekur, asnjë intelektual shqiptar dhe asnjë nga partitë ekzistuese dhe partitë e reja shqiptare që u themeluan nuk e parashikoi që LSDM do futet aq thellë në elektoratin shqiptar. Janë këto disa risi, që mund t'i theksojmë në këtë cikël zgjedhor. Si të punën e Aleancës për Shqiptarët dhe të PPD-s, arritën të etablohen, do thotë, tek ato vendbanimet shqiptare, apo çka ju ka mungu këtive thjesht për të arritur atë pragun e kënaqshëm? Mirë, dëgjoni, nëse mund të fillojmë prej te PPD-ja, PPD-ja është parti e parë politike e shqiptarëve në Maqedoni, dhe në atë kuptimin shqiptarët kanë një nostalgji për atë si lloj lëvizje bile, nëse mund ta quajmë politika, më shumë se një parti në vitin 90 në prill, kur u themelua në Tetov dhe u shtit gjithandej, dhe një kuptimin e fjalës ishte, pozicioni i saj ishte i fuqishëm tek elektorati shqiptar, por me kalimin e kohës pozicioni i saj u dobësua përballë bllokut politik maqedonas, por shumë arsye që tani nuk dua të futem, dhe fundja interesi jo në aspekt politik, por edhe si vlerë kombëtare, ndoshta ne është dashur ta ruajmë, ta kultivojmë. Tani ndoshta është e pafuqishme si parti, megjithatë në një formë ndryshe, në format e koalicionit, siç e kemi te bloku politik maqenas, për shembull në VMRO ke 20-30 parti, te LSDM ke njëjtë. Në atë, sistem, nëse mund ta quajmë sistem fatikisht të koalicionimit, ndoshta PPD ka mund të mbijetoj. Apo si RDK-ja, e cila ndon dy pjesë dhe nxori më shumë deputet se sa. Ata janë histori tjera. Flasim tani për PPD-n. Për PPD-n flasim që ndoshta ka pasur variant që të ruhet ajo, të paktën si emër, të vazhdojë me funksionimi i saj, aq sa do të ishte i nevojshëm. Ndërsa partitë e reja që u themeluan ose që u shkëputën nga partitë ekzistuese, lëshimi strategjik i tyre ka qenë mos koalicionimi, para zgjedhor. Tani është okay mbrapa, edhe unë e përshëndes, është bërë një hap i jashtëzakonshëm që çdo shqiptar është gëzuar, për këtë lloj uljen në një tavolinë të përbashkët, mos flasim për platformën që është, një hap ideal, që thjesht mendoj se ka krijuar një lloj qetësie tek elektorati shqiptar dhe siguri apo për pozicionet e ardhshme, shqiptare në Maqedoni, por mendoj se këta nuk e luajtën rolin ose nuk patën guxim që të lëshojnë pak më shumë nga vetvetja dhe të krijuar një lloj
koalicioni parlamentar dhe sigurisht që pasojat janë ata që i shohim sot, do të thënë rënja e dukshme e numrit të deputetëve shqiptar në parlament, orientimi i një pjesë të shqiptarëve direkt, domethënë në LSDM, dhe sigurisht që përgjegjësia tani do të jemi real, nuk bie vetëm mbi partitë e reja që sapo themeluan, por bie domethënë edhe te partitë ekzistuese që ishin, por edhe te intelektualët shqiptar, përfshi analistë dhe gjithë të tjerë. Pasi që as pak ose shumë pak u bisedua në publik, kryesisht ata opinion bërës shqiptar, jo që nuk punuan në drejtim që ta pastrojnë këtë dilemë, me që duhet orientohemi ne në partitë tona, bile një pjesë politik, një pjesë e analistëve dhe opinion bërësve shqiptar, bile e orientuan faktikisht një pjesë të votuesve shqiptar të bloku Maqedonisë. General, të kthehemi pak zhvillimet të fundit, rolin e Bashkimit Demokratik për Integrim si parti fituese tek bloku politik shqiptar. Si pat ato kontakte që i kishte me VMRO DPMNE, mosdhënia e mandatit, do të tash për Zoran Zaevin, ose dikush që do t'i themelonte ato 61 deputet do të siguronte. Si pat lëvizjet e BDI-s në këtë periudhë? Nuk i dha fuqinë për të kriju qeveri VMRO-s, tash luan disi me LSDM-n, si po isheni këtë në zhvillime normale apo? Më përpara do të kisha thënë edhe për këtë do flasim pyetjen e ju, po i kemi këto 70.000 që Nuk besoj që janë ashtu. Jo, dikon 25.000 mund të jetë po shifra edhe e para. 25.000. Po edhe jo shumë. Edhe 25.000. Unë mendoj se nuk duhet të kënaqemi vetëm me konstatimin, ajo është pasojë. Ne nuk kemi hyrë ta studiojmë cila është arsyeja që ata njerëz shkon atje. A është ajo që i premtoi Zaevi se do të bëjë këtë, edhe pastaj u frigu se i hub zgjedhjet, edhe u ndal. Ose është kjo që partitë shqiptare që kanë qenë në pushtet nuk arritën të plotësojnë nevojat edhe mos them dëshirat, se ajo është nevojë me pas gjuhën zyrtare, gjuhën shqipe nuk është nevojë. Kur shkonin në Spartell, kushdo që shkon duhet nuk e din të gjithë gjuhën maqedone, nuk din të gjithë shkruajnë, nana jeme, gjyshja, në i ku dion kushje atje. Prandaj ne duhet në përgjithësi ta studiojmë atë, edhe njëkohësisht për të konkluduar se nga lëvizën mënyra e organizimit të partive. Nëse në botë partitë lëvizin në baza programore, qytetare, atëherë organizimi nacional është diçka e detyrueshme, për shkak se ishim shumë të shkelun, atë që tha Abdulladie, ishin të shkelun, edhe me një eufori të madhe, shqiptarët e përjetuan 90-91-shin edhe ndryshimet që bëhen. Tash prej atëherë deri sot ka kaluar një kohë bëjë gjatë, edhe shqiptarët fillon ta shohin se ne në parlament me 30 vota nuk mund të bëjmë. Këtë e argumenton edhe organizimi i qeverisë të zgjeruar që u bërë në 2001-shin, 2002-shin për ndryshimet kushtetutës. Tash kemi qitë platformën në rregull, po gati 90%, 100% aty në pikave kërkojnë 2/3 e deputetëve. Shqiptarët nuk mund të sigurojnë në parlament 2/3 e deputetëve pa pjesëmarrje të partive ose individëve Maqedonas deputet që jenë në parlament. Prandaj mendoj se nuk duhet, as unë, as mendoj edhe të tjerët, nuk duhet me u shpejtu për të thënë se 45.000 ose 50.000 njerëz kanë gabu. Mund të gabojnë 5 veta, 10 veta, 100, 1.000, ama 25.000 nuk mund të gabojnë, por instinktivisht një pjesë e madhe, një pjesë ka rënë në ndikimin e do intelektualve, qofshin ato shqiptare dhe Maqedonas, tu e mendu se ajo parti Maqedonas e bashkë me shqiptarët do ta fiton shumicën në parlament edhe t'i bën ndryshimet. Mund të gjelim gjithë të zhgënjur, se gjithmonë kanë thënë do t'i bëjmë, por nuk i kanë bërë kur nuk kanë qenë të detyruar. Tash kemi ardhur në këtë situatë. Është një ata e kanë, sidomos VMRO-ja, po edhe LSDM-ja kanë pas dëshirë gjithmonë që ne shqiptarët të luajmë me partitë politike në kup sistem. 3 parti politike të ndeshemi në pjesën e parë, edhe ka fitu një deputet ma tepër, e tash thot unë e marr këtë. Po ku shkojnë? Çka të bëjnë gjithë këto deputet tash i ngelin? Faktikisht ne të dy
si dy parti politike që morën pjesë në gjatë fushatës, ne vazhdojmë shamatën tash edhe mes veti, po ma tepër i kthehemi këtij që ka i në pushtet dhe lam një hapësirë të madhe që partitë maqedonase të bëjnë çka duan. A ne për lam vetëm me këto nuk e la shumë këtë, nuk më la ai mua. Kjo duhet të evitohet, edhe ne e filluam këtë me aleancën për shqiptarët për të dhënë një shembull, nuk kishim ne kush e di çfarë force, po dham një shembull. Dhe ai shembull tash ja erdhi situata të zgjerohet me pjesëmarrjen edhe të BDI-s me këtë platformën ose deklaratën, si ta themi, edhe të përcaktohemi tash ka do të hecim. BDI-ja ka 10 deputet, Besa ka 5, ne kemi 3. PDSH-ja ka 2. Edhe në këta kushte është krejtësisht normale, ai që ka më shumë deputet të udhëheq bisedimet, po edhe të përcaktohet, normalisht duke u konsultuar së bashku se shkojmë ose nuk shkojmë. Ju e keni përvojën. Në aspekt praktik, sipas jush, me cilën parti tani më lehtë do të realizojnë të rast nëse flasin vetëm për gjuhën shqipe, me VMRO-n ose me LSDM? Unë isha ndejt u udhtoj. Nëse shkojmë me VMRO-n, mund të realizojmë vetëm gjuhën shqipe. Nëse shkojmë me socialdemokratët, ka mundësi të realizohen të dyja, edhe gjuha shqipe, edhe lufta kundër kriminalitetit të organizuar, për shkak se do të jenë të interesuar që të vazhdojnë prokuroria speciale. Gjithsesi, nëse i mbrojmë të dyja, me cilën do parti, është më mirë se sa nëse e mbrojmë vetëm njënën për këta. Cila do ishte varianta më e lehtë që ne mund ta kalojmë të çështje që na tangon. Ndërsa për çështjen e speciales, aty se është pak më e madhe se sa ajo që mendojmë ne, dhe fundja për ne ka pak rëndësi ajo. Jo që tash mos keq kuptohet, me rëndësi është që kjo do ngjerë çështja e gjuhës. Çështja e burgosjeve, e mosburgosjeve, e vjedhjeve, në një farforme veç janë bo, do me thonë, në atë kuptimin janë relativizu. Kemi tema ma me rëndësi se sa por në zëtër Veseli. Mirë. Ne bisedojmë tani si teza, politike të nënshkruar nga partitë politike shqiptare, që është një hap shumë i madh dhe është një hap shumë pozitiv që përshëndetet nga gjithë shqiptarët. Para. E dyta, kemi analistë politik të cilët thonë dhe opinionistë ndryshëm, po ama nuk janë vetëm këto 3 parti politike shqiptare të cilët e kanë vullnetin apo e kanë votën e elektoratit shqiptare, ke edhe LSDM, që duhet jetë edhe ajo pjesë. A e thirret se kam mandat edhe nga populli shqiptar. E para, e dyta. Çështja e gjuhës. Çështja e gjuhës nuk mund të rregullohet pa ndryshimin e kushtetutës për shkak se nuk bisedohet për përdorim apo çështja gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë, po ai duhet të jetë zyrtare edhe në komunikim ndërkombëtar. Atëherë është gjuhë zyrtare. Unë do shkoj në Bruksel apo në Washington si përfaqësues i Republikës së Maqedonisë, deputet, ministër, pra i qeverisë apo i parlamentit, unë mund të flas gjuhën time amtare, e cila është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Dhe këtu e kemi, unë nuk e shoh se askush nuk e bisedon këtë çështje. Nuk e bisedon si çështjen ashtu siç bisedojnë opinionistët dhe analistët shqiptar. Pse ndodhi që elektorati shqiptar të voton një parti politike maqedonase dhe gjithë heshtin, gjithë ata për shkak se shumica prej tyre, tash me përjashtime, shumica për tyre janë angazhu për atë subjekt politik maqedon që ti detyrojnë. Nuk mund ta detyrosh ti elektoratin, po t'ja imponojsh elektoratit që të votojë për shkak se vetëm këtë mënyrë mund luftohet e keqja ndër shqiptarët. Ja. Prandaj gjuha shqipe unë mendoj se ka edhe gjuha shqipe do jetë zyrtare në Republikën e Maqedonisë nëse ajo është edhe në komunikim ndërkombëtar, që kështu nuk është marrëveshje e Ohrit. Unë kam qenë direkt në bisedat, generali ka qenë nga Shqipkovica me zotin Peter Fejt, unë kam qenë direkt pjesëmarrës në marrëveshjen e Ohrit në Orë dhe Villën Biljana, dhe në cilën është bisedu gjuha shqipe zyrtare, por edhe në komunikim ndërkombëtar. Kjo çështje pse s'u bë? Për shkak se marrëveshja e Ohrit ka 2 qëllime. E para është që ta kthejë qetësinë dhe paqen në Republikën e Maqedonisë, për shkak se lufta merrte një përmasë të një lufte qytetare në Republikën e Maqedonisë, dhe e dyta të arrihet barazia e plot nacionale dhe qytetare e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të cilët jetojnë këtë shtet. Nuk u bë për shkak të ndërhyrjes të faktorit ndërkombëtar. Marrëveshja e Ohrit nuk u përfundu.
Marrëveshja e Ohrit u pranu e përgjysmume. Sa i përket çështjes gjuhës, sa i përket çështjes Ministrisë Punëve të Brendshme dhe sa i përket çështjes së arsimit sipëror në gjuhën shqipe. Për shkak se ndodhi në atë kohë ndodhi Karpallëku, ndodhi në atë kohë ndodhi në Tetov krisje ndritare të dalja e Tetovës dhe ndodhi ato ditë vrasja e ish ushtarëve të UÇK-s në Gaziball. Dhe këtu ishin të detyruar edhe faktori ndërkombëtar që të imponoj partive politike shqiptare dhe përfaqësuese politik dhe ushtarak të ushtrisë shqiptare kombëtare që të pranohet kjo marrëveshje. Dhe kjo është imponuar, nuk është e pranuar me qejf. Për shkak se unë du ta zbërthej, e gjej momenti që ta diskutojmë dhe duhet ta diskutojmë gjithë. Ne në preambulin e kemi pas Maqedonia e qytetarëve të barabartë në Republikën e Maqedonisë. Tash jemi në rrethana kryesisht kjo është baza e marrëveshjes e cila është bërë tani. Dhe e dyta, asnjë shqiptar nuk e konteston atë. Ajo është produkti i luftës së preambulën dhe preambula ne përsëri çfarë duam ta kthejmë. Preambula ka qenë në orë që Maqedonia shtet i qytetarëve të barabartë. Nuk janë përmend as populli i Maqedonisë, por as shqiptarë dhe të tjerë. Por me qytetarëve. Po marrëveshja e Ohrit u ndryshon shku. Mirat, atë u ndryshon shku pas 2 ditë. Atë bëri politika, apo jo popullata. Jo. E bëri politika. E bëri politika, po tani them se e bëri politika. Po, në atë skenë, po. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu për shkak se duhet këtë çështje ta dinë. Se nuk është herë e parë tani na ka ardhur situata tash mund të bëjmë gjithçka. Jo, tash më spaku mund të bëjmë. Ani se proklamojnë liderët e partive politike se tash është momenti për të bërë. Dhe meqenëse preambula u ndryshu, mbas 2 javë u ndryshu marrëveshja e Ohrit. Kemi skenën politike si vjet për herë parë në zgjedhje ka dalë Lëvizja Besa që thotë unë dal me ridefinimin. Ne keni ridefinimin. Partia në pushtet e përka marrëveshjen e Ohrit. Dhe kemi 2 opsione të kundërshtuese. Kemi edhe Aleancë për shqiptarët, thotë nëse nuk pranohet platforma shqiptare, bëjmë parlamentin shqiptar. Tash duhet t'i analizojmë gjitha, unë e kam dëgjuar zotin Sela. Po te ke dëgjuar Sela, ma jo në program, ai më flet mirë. Tash bisedojmë dhe kemi tash opsione të cilët unë mendoj se marrëveshja platforma e përbashkët që u bë mes partive politike shqiptare i eliminoi këto thënie të liderëve dhe erdhëm në një përfundim se kjo është platforma e panegociueshme. Kështu e kemi. Dhe ajo nuk negociohet as me VMRO të PMN dhe as me LSDM. Ti qëndrojmë aty te platforma shqiptare, generali ka qenë pjesë e asaj hartimit, asaj marrëveshjes. Flasim rreth nënshkrimeve. Dikush mundet, për shembull kryetari i shtetit nuk e jep mandata, ku diun çka bën, do t'ja jep dikujt tjetër për së dyti. Analistët flasin se edhe njerëz që kanë qenë në gjykatën kushtetuese flasin se mund të mblidhen 61 nënshkrime edhe të thirret parlamenti dhe të zgjidhet kryetari i parlamentit, vazhdon situata. Në qoftë se është ashtu, unë nuk jam jurist, po duhet të jetë ashtu. Këtu tash nënshkrimet nuk janë e garancë që ti do ta votosh qeverinë në qoftë se ai s'ti bën punët. Ti përsëri duhet ta votosh. Prandaj është gabim sipas mendimit tim të thotë të mendohet se jo, nuk e nënshkruan pa e nënshkruar s'bëhet parlamenti. Radhitja është kjo. E nënshkruan, e bën grupin, ta themi pozit, edhe e mban mbledhjen në parlament, e thret ai më i vjetri, deputeti më i vjetër kush është aty, e hap mbledhjen, propozohet kryetari dhe vazhdon puna. Në qoftë se kur të vijë radha, pa i përjashtu këto që thatë juve se mund të bënë kaçë dhe aqë amandamente, më një bënë. Ajo gjithmonë ekziston mundësia edhe mbas 2 vjet pune të parlamentit, me një ligj mund të paraqitet. Ma këna duhet, general, pse na nuk e bisedojmë këta? A duhet ta kemi ligjin, apo nuk duhet ta kemi ligjin? Nëse duhet, cila është rruga më e lehtë? Që mos të kemi blokada. Dëgjoj tash, jo vetëm ligji i gjuhës shqipe. Ne kemi nevojë për çështjen ekonomike, që do flasim ndoshta pak më vonë. Problemi është të speciale. Specialja është pak një mohabet tjetër, ne e dim, atë janë ndërkombëtarët direkt të kyçur. Prandaj neve na intereson këtu ku na tangon kjo. Më shumë se 25-6 vite. Në pozitë Gruevski, partia e Gruevskit, mbaron speciale.
Problemi është... Për gjuhën shqipe flasim. Gjuhën shqipe, ai që ta bën ati du t'japin votës. Unë mendoj se profesor, Ashtu është, ju e keni, do të analizoni mirë. To mi kështu në përgjithësi flasim si parim. Nuk bëhet zyrtare pa ndryshimin e kushtetutës. Duhet ta kemi qartë. Për shkak se gjuha shqipe nuk do ketë karakterin e gjuhës zyrtare nëse edhe në komunikim ndërkombëtar nuk përdoret gjuha shqipe. Kjo pa ndryshim të kushtetutës nuk bëhet. Jo, edhe vëmëro, dhe më thonë rikujtimi, edhe vëmëro, edhe LSDM, para fushat, gjatë fushatës edhe pas zgjedhjeve deklaruan qartë, të dijet, nuk lejojmë ndërhyrje kushtetuese. E dim. Atë s'kemi mënyrë tjetër. E tani, okej, tash... Nëse mendojmë edhe më të tjetë, merremi me fjalë vetëm sa ta... Neni 7 dhe 28 në kushtetut, tani do të analizohet mirë, në bazë informacioneve dhe me thonë që i kam unë, nuk paraqet pengesë që gjuha shqipe të jetë zyrtare gjithë territorin. Duhet, do të thonë, ndërhyrje tjera me akte nënligjore kështu me radhë. Megjithatë, edhe një fenomen tjetër. Dini marrëveshjen e Ohrit e cila është bërë dhe pjesë e kushtetutës? Thotë, Maqedoni, në Republikën e Maqedonisë, gjithë zyrtare është gjuha Maqedone dhe... Jo, ne atë kemi tash temë. Kushtetuta thotë shu, në Republikën e Maqedonisë, gjuha shqipe dhe gjuha Maqedone dhe alfabeti kirilik janë gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Po ashtu, gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë është edhe gjuha që e flasin mbi 20%. Dhe kemi presje, në juridik, në sferën e jurisprudencës, pika dhe presja kanë dallime shumë dhaja. Dhe thot, nëse atë rregullohet me ligj, edhe kush ta rregulloj me ligj, edhe thot më poshtë, në vetë administrimi lokal të rregullojë komunë, ku ka mbi 20% dhe rregullohet me automatizëm që edhe gjuha e komunitetit i cila është më shumë se 20% në një komunë, flet gjuhë shqipe, turke, maqedone... Shumë zhvendosimi. Jo, nuk zhvendosimi, çështja e gjuhës nuk bëhet, që kam dëgju, po e thëm trosh para gjithë opinionit. Gjuha shqipe nuk bëhet gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë nëse nuk ndrohet kushtetuta e Republikës Maqedonisë. E dyta, përdorimi është diçka tjetër, zyrtare është diçka tjetër. Ai edhe në Strumic, ta që marim Strumic se Zaev janë nga Strumica, dhe thot këshilltarëve të vetë, bini një vendim që edhe Strumic mund përdoret gjuha shqipe. Ajo e drejtë e komunës. Atje ku nuk e kapi 20%, komunitetet tjera që nuk janë shumicë, apo që nuk janë Maqedonës. Edhe si cila komunë mund bere vendim, thot, mund përdoret si ka pru Gostivari. Gostivari nuk ka 20% turk. Ama kryetari i komunës Gostivarit dhe këshilli i komunës Gostivarit e ka vënë përdorim edhe gjuhën turke. Por ajo nga dëshira dhe dëshirën të cilën e ka një subjekt politik. Për çështje praktike, politike. Tani, kryetari i parlamentit, sipas nenit 90, thonë që ai ka bërë shkelje apo kushtetues. Ati është shumë e precizuar, është shumë e qartë. Kryetari i shtetit. Kryetari, po, falni, i shtetit. Ati thuhet qartë. Parti të cilet e kanë shumicën në parlament, apo e marrin mandatin. Mandatin për formimin e qeverisë. E tani, pastaj nuk ka, këtu ka një vakum kushtetues. Nuk ka për vakum, e lëshime me qëllim. E tani, nësa ata e kanë bërë shkeljen e parë, në këtë rast dhe më thënë presidenti, apo jep mandat diku që i ka 51 vend 61. Në rastin konkret, atë që e thamë më herët, parlamenti, si organ legislativ, tani është legjitim, i dalur nga zgjedhjet e 11 vjetorit, dhe parlamenti e ka të drejtën, apo ligjore, kushtetuese, që të mblidhet, dhe filloj dhe me thonë, që nga zgjedhja e kryetarit parlamentit, pastaj të kaloj edhe të formimi i qeverisë. Nësa ajo qeveri kalon në parlament me 60 plus 1 vot tepër, me automatizëm, ti ke qeveri dhe ajo është legjitime, për shkak se buron nga një parlament legjitim. Tani, nëse i pari ka bërë shkelje kushtetuese, apo, tani, le ta merë ky organ, apo, legislativ, hapin e ditë, që ta bëjë një korrigjim të atill. Mirë po edhe një send, që nuk e flasim ne. Situata, rrethana ndërkombëtare sot, nuk janë, zoti Abdul Hadi, sikur që ishin 2001, sikur që ishin 2011. Do ta kemi të qartë. Situata gjeopolitike në rajon dhe në botë, sot nuk është e njëjtë. Më parë e kishim një superfuqi botërore. Dhe fati i madh që gjithë ne ishim të orientuar pro politikave perëndimore. Kushtimisht amerikane. Ashtu, sigurisht. Edhe ashtu duhet jetë. Ja që sot nuk është e njëjta. Sot për shembull ti ke një faktorizim që askush nuk e ka pritur të kësaj dekade të
të Rusisë, që askush nuk e ka pritur. Sa shpër ne faktore. Dakor, jo, Ne ta kemi nuk qartë mund ta dhe ta nënshmojmë, thënia. nuk mund ta nënshmojmë, për shkak se Nuk mund lidhemi ne me dëgjoj, ta. Për shkak se ne nuk e shohim perspektivën tonë nga lindja, po e kemi kemi pa nga perëndimi dhe pa ashtu ta përmbyllim idenë. Mos pajtohem aty se është bë faktor, asnjë faktor nuk është jo, bë e kemi gabim. shqiptarët. Këto e kemi gabim. Për shkak se në asnjë vend të botës, pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Rusia nuk kishte fuqi që të sulmonte aty ku donte. Ndërsa në këtë 10 vjeçar të fundit, kryesisht në këto 5-6 vjet, që nga rasti i Gjeorgjisë, sulmi në Abhazi dhe Oseti Jugore, çështja e Sirisë, çështja e Ukrainës nuk do të nënshmohet dhe duhet të jemi realne, se direkt në pazaret fuqive të mëdha, fuqive jemi ne, domethënë, është Kosova dhe jemi ne. Ti kthehemi pak Jo, e kam temave. fjalën se mos mendojmë ne se kemi ardhur në situatë që pa ne nuk bëhet qeveria dhe ne tani çfarë të dua mund të kurzojmë. Do të jemi real. Në politikë ka kompromise. Duhet patjetër bëhet qeveria. Jo, të dijeni me përvojë. Nuk është patjetër. patjetër. Të dijeni me përvojë. Ta pastrojmë këtë punë. Askush nga ne nuk e bisedon që pozicioni sot nuk është i njëjtë që ka pas në atë rast UÇK, po dhe partitë tona shqiptare në vitin 2001-2002. Nuk është i njëjtë. Në atë rast fjala apo ishte liq e SHBA-s, ose edhe BE-s. Sot shikoni çfarë ndodh në Bashkimin Evropian. Vinë dhe shkojnë apo profesorët e tjerë. Bashkimi Evropian s'ka pas dikim. Cili është ka pas kesh, dikim? asnjëherë. Cili është i prerë sot? Vetëm shtetet e Cila bashkuara të Amerikës si partner strategjik i Për shqiptarëve. SHBA-s ke politika më Vetëm, prera. po. Në anën tjetër, kur ka reaguar Kremlini, aq, dhe me thonë, kur ka qenë prezent në Maqedoni që nga 91-shi. Çdo herë ka reaguar me shkrim. Çdo herë ka reaguar me shkrim. Aq prezent që është sot nuk ka qenë asnjëherë. Për shembull, rasti i vjedhjes kushtimisht të 40 armëve në kufi para rastit Kumanovës, reagon Kremlini. Para mendoni. Kjo është llogarit tash një fuqi e madhe në një cep botës dikun ku vidhen 20 armë dhe të reagoj Kremlini, një fuqi e madhe, nuk është e rastishme. Dhe takimet që po bëhen tani nuk duhet shkoj tani me emra, por ditë do t'i përcjellin. Situata nuk është aq e favorshme sa që mendojmë ne, por është esenciale, por ne Çka duhet të nështrohemi? Jo. Gjejmë shtegun që gjuha shqipe të jetë zyrtare. Po tregomo si bëhet zyrtare gjuha shqipe. Çfarë do prononcimi tjetër nuk është zyrtare. Tjetër që ne duhet ashtu, është çështje ekonomike. Ne duhet ta dimë se në Maqedoni, do thonë shqiptarët kanë rini. Nataliteti është në bllokun tonë. Të rinjt tonë janë pa Po punë. dhe markimi është bllokun tonë. Lutem, prandaj thosh, tani ne duhet për skaj gjuhës shqipe, duhet insistojmë që në vendbanimet shqiptare të sillen investime. Për flas investime jo vetëm infrastrukturore, por të ndërtohen punëtori, fabrika e kështu me Tani radhë. bisedojmë për platformën. Zotri Iseni, Askush nuk na detyroi, profesor, askush nuk i detyroi subjektet politike shqiptare të mlidhen dhe të bëjnë një platformë me 7 pika. I detyroi populli, jo. Partitë politike e thanë atë, se është programi dhe vizioni i tyre, unë bisedon. Unë me qenë si partitë politike shqiptare që janë parlamentare sot. Natë kokin e qenë politik. Jo, Tregoni opinionit cili politikan sërb u burgos në vitin 2000 kur u burgos Milošević do dërguar në AK. Cili politikan që korruptimi ka qenë maksimal ose keqpërnimi në Serbi, që nga 87-ën kur erdhë sistemi korruptum. I të lutem, cili politikan sërb, por ato zgjodhen një alternativë. Një lloj amnestie në heshtje, tani nuk do të kesh kuptohem. Do t'ja lëm fjalën apo organeve juridike që të punë ta pasojnë. Cili politikan shqiptar u burgos në Shqipëri në 97-ën? Edhe një herë tjetër e kam thënë. E kupton? Është irelevante në këtë rast për mua. Unë si shqiptar, a janë 5 maqedonë e 3 shqiptar në burg si ekip kushtimisht e vjedhjes, apo nuk ka asnjë apo janë 100, pak rëndësi ka për ne sot. Rëndësia sot për ne të shënojmë një kthesë. Le të jetë apo një vijë ndarëse që shënohet një kthesë. Për mua është më rëndësi që unë të ndihem qytetar i barabartë. Ta flas gjuhën shqipe, unë, djali im, apo ta përdorish atë ta përdorit, ta flas të jesh zyrtare. Kjo është më rëndësi. E tregoj unë si do ta realizojmë atë, ta bisedojmë. Platforma shqiptare është e nënshkruar nga njerëz me autoritet, kur them me autoritet, që kanë deputet në Parlamentin Republikan. Edhe shteti shqiptar në Tiranë. Prit fakt, para se të vihet shteti shqiptar. Shteti shqiptar e ka me kushtetut të obligueshme që të interesohet për popullatën shqiptare jashtë kufive administrativ Shqipërisë. Si tani. E ka bërë çdo herë ka bërë. Nëse nuk e mbani mend e ka bërë. Berisha e ka bërë çish 93. Kur i ndajti Partia për Prosperitet Demokratik. Mos thoni se nuk e ka bërë asnjëherë. Janë bërë shumë herë. 2001-shin janë bërë takime te Ilir Meta dhe Pandilin Majko me radhë.
janë bë, mos një kështu, Mirë, mos se i po thoni se zhvendosemi. here e parë është bë, Po nuk është bë zhvendosemi. here e Hajde parë. kthehemi- Po jo, ju thot tani, kthehemi, nuk mund ta gëzojmë, përvrini po se të gëzojmë thoni tepër. here e parë është bë. Shteti shqiptar për Mirë, shqiptarët okay. e Maqedonisë është interesuar qish nga vitet 90. Okej, mos ta konsumojmë kohë për E para, e tani- dyta. Jo, pjesë Shqiptarët e Maqedonisë tani unë i jo- kanë ndihmu shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë aq sa kanë mund, me mishe me shpirt, por shqiptarët e Maqedonisë anë ndihmë se kanë marrë as nga Kosova, as nga Shqipëria. A ka mundësi unë vetëm të E ndihmoj para. certifitimin kjo Jo, pjesë? jo. Unë Tash kisha do dashur dalte për të platforma, dyve se do thotë i kthehemi ne- pak temës, Jo, për jo, shkak se kemi edhe do dalim të pyetje për- platforma. Unë, kur e kam platformën shqiptarët në shkruar nga gjithë liderët politikë shqiptarë që janë parti parlamentare, unë nuk shkoj të bisedoj mas kam. Unë dhe e pres. Atë po Ose Vëmëroja, ose LSDM-ja, levije se pa nes ka qeveri. Atë po duhet ta Ne diskutojmë. nuk- ato vetë kanë thënë, duhet ne të vetë jetë kemi roli? thënë. Nuk kontestohet. Nuk Kjo është e kontestohet. para. Jo, ne të prononcohet njëri dhe tjetri, o burr, i pranon 7 pikat po. Ti i pranon 7 pikat po, le të prononcohet. Dakor, Ne tani bëjmë opinionistë tonë shqiptar që dalin për çdo natë në televizionet e Republikës Maqedonisë nacionale dhe thonë pse nuk ja japin në shkrimet E LSDM-s. këtu desha dal. E tani. Si ta bëjmë atë A punë? mendojmë ne, a lejon vetëm Le vinë ato me le thonë, ej, ne jemi të gatshëm të i pranojmë pikat tuaja. Nëse është e pa negociueshme. Përsërisim së ti Veseli. Nuk përsërisim kur A gjë. mendojmë ne, a mund të ndojmë mendimin se Zoran Zaev bëri di hapa. Njërin hap e bëri jashtëzakonisht të guzimshëm me publikimin të bombe politike. Ndërsa hapin tjetër që unë e konsideroj se është i gabuar, nuk di cili është mendimi juaj, ai nëse ka pas qëllim final, ta shmontoj Vëmërohën këtë rast, që me quajtë me sa fraza e parafrazime kështë me radhë, pse ai shkoi dhe u ngacmua te bloku politik shqiptar. Në rastin konkret BDI dhe PDSH si parti ekzistuese. Dhe mendoni se këtu e bëri lëshim Se në ka mendu se do fitoj Besa. Me që nuk, okej, këtu e ata që ju du t'i... E tani, a mendojmë ne se këtu e gaboj, në vend që të fokusohet energjia dhe indirekt i shvizonte edhe partit tona, për një çështje pak më të rëndësishme, se nuk politik nuk ndalohen në takimet e fsheta dhe marrëveshjet e fsheta. Po, general, nuk ndalohen ata, mund ndodhin. Pse këto nuk e shvizoi këtë kartë që e shvizon gjithë bota, e kupton? Nuk e shvizoi në politikë bërje, dhe me thonë, zoti Zaev, para publikimit ka të shanse bombave. le ta Dhe shfrytëzojë? mendoni se Le t'i thirrje partitë kjo shqiptare, e solle le- tash në situatë të ngushtë zoti Zaev. Dhe tani ai e ka hallin më të madh se apo tentoi t'i bëj dëm edhe BDI-s në atë rast, edhe PDSH-s. Ndërsa sot më shumë se kur ka nevojë pikërisht për këta, domethënë deputet shqiptar që themeloj dhe të bëhet kryeministër që ka pretenduar. General, t'i kthehemi pak zhvillimeve të fundit, do thotë si e patë rolin e BDI-s, si duhet të na udhëheq partia fituese tek shqiptarët. Çka duhet bëjmë? E tha zotëri Veseli se duhet presim njëra ose tjetra palë të vije edhe t'i pranojë 7 Sigurisht. Mendoni ju që e njëjta trajektore duhet përcillet apo ka tjetër modalitet? Shefeni, edhe Vëmëroja e përmendi parës se socialdemokratët edhe ata jenë në koalicion. Kanë 20 parti, sa ka Vëmëroja? Prafësisht. Po, me që ajo është bartës e numrit më të madh, ajo shkon në bisedime me këtë qoftë, nuk flasun me këtë. Edhe ne tash nuk mund ta them atë parim. Populli ka dhënë 10 deputet, Bashkimi Demokratik për Integrim, 3 i ka dhënë Aleancës për Shqiptarët, 2 i ka dhënë PDSH-s edhe 5 i ka dhënë Besës. Në këto kushte, prandaj është bë kjo deklarata ose si ti thomi platforma, edhe BDI-ja, lideri i BDI-s duhet ta ndjek këtë punë të kërkoj zgjidhje të çështjes me atë parti e cila do t'ja pranojë platformën. Edhe normalisht që pas asaj do t'ulemi përsëri të gjithë të shohim deri ku ka mbërrit situata. Shumë analistë që i kemi përcjell, kështu thotë, jo pse nuk thoni ju a me këtë a me atë. Politikisht na bie pazarin, nëse i thomi ne nuk shkojmë me Vëmëron, ki bëhet i sigurt, mbaresh kanë vetëm prej meje, edhe atëherë të bie pazari. Është edhe si pjesë e marrëveshjes, është ajo, mos me thonë jem me këtë ose jem me këtë. Po me i thanë kjo është platforma, me që ato e murën mandatin, ku ata kryetari i Republikës, i nevojiteshin numri plotësuesi i deputetëve, edhe u bën bisedimet ndërmjet përfaqësuesit të them të grupit
koalicion duhet Tash të jetaj. lëvizje nuk duhet të ketë nga ato pikat e platformës, apo? Ashtu shkruan pa negociueshme janë ato? Unë nuk Jo, do të Gjuha kisha Shqipe dash është e unë të them panegociueshme. bëjmë më pak, bëjmë më shumë. Pa negociueshme. Parimisht, Gjitha piket, ne mund të bëjmë negociata si problem. Ministri jo, parimisht, Rama Pa negociueshme parimisht duhet me thënë kështu. Jo vetëm unë, gjithkush. Nuk ka marrëveshje, nuk ka negociata. Pa kompromis. Pa kompromis. Ta kemi qartë. Por, Do t'jemi Ma real. ka biseda. nuk ka korrekt në kompromis opinioni, për gjuhën se- shqipe. E tash, do të ndodh ajo që do bëjnë 20.000 amandamente ata. Po, do të nuk do të mund të punon parlamentin, ndoshta do të duhet shkohet Zgjedhje. në zgjedhje. Ne shqiptarëve na konvenon Okej, ajo. jo, tash më lejo tash. Çka pastaj? Nëse ajo parti maqedonase e bllokon parlamentin, po shka që Njëna nacionaliste. prej atyne. Po, njëra prej tyre. Po, si kisha thënë Vëmëroja, Dakor, ose s'ka rëndësi. njëra Dhe prej shkohet zgjedhjet parakoshme. Dhe tani shiko çfarë situate mund të vinë. Cile- Dhe sigurisht ajo parti që ta bllokoj parlamentin Po, do të fitoj binshëm të Në bloku zgjedhjet e maqedonas. ardhshme, ke Edhe ne bloku. do të vimi në sekretet e më të madh. Për shkak se do lëvizin shifrat. Nuk do të jetë ajo, domethënë, e nevojshme 10 ose 11 deputet. Do ofrohet, nëse tani ka 51 ose 49, do t'i ofrohet 57, 8 dhe këtë dhe situatë dhe më e rëndë për neve. Zotri Po, Seni, prandaj nuk na konvenojnë në zgjedhjet e parakoshme. Ka duhet lëvizim ne shqiptarët me Dhe do gjo, thotë subjektet kompromisi të ndoshta na është prej. okej në politikë. Ju mendoni që me Unë Vëmëron nuk apo e me di pse Sasa zoti Saman? Adel Hadi insiston. Ato kanë thënë vetë, unë nuk insistoj. Unë kam bërë biseda politike 20 herë. Edhe unë e di, po. Edhe unë e di se dialogu, kur ish dialog bësh kompromise, po ato vetë kanë thënë se kjo s'ka. Dakor. A e keni dëgju partitë politike zonë para të vije zyrtarigjimi i gjuhës shqipe mandej qeveria. Leon, për 7 pikave, për mua me rëndësi është një, gjuha shqipe, që është e panegociueshme. Për mua me rëndësi është investime proporcionale në çdo vendbanim shqiptar. Sigurisht. Për mua me rëndësi është që të investohet, të thithen investitorë të huaj dhe të brendshëm për ndërtim të punëtorive dhe fabrikave, që njerëzit të mund të punësohen dhe mos lejojmë që rinia jonë na ik jashtë. Në një informacion, vetëm pak të degëzoj nëse më lejohet. Unë jam i bindur se zoti Zaev ka informacion, jo që nuk ka informacion edhe Vëmëro, se shteti lëviz në një kahje tjetër. Numrat flasin general që shteti shkon në rrëshqet nga dalë në duart shqiptarëve. Dhe do ta themi hapur. Nëse këtë e ka thënë ish kryeministri i Maqedonisë Lupsha Gërgjevski, pse mos ta themi ne, pse frigohemi? Nuk e keni idenë ju se në Shkup dhe rrethin, populata maqedonase çdo vit, domethënë mortalitet shtimatirar është në minus. Çdo vit, parafasisht, domethënë në nivel shtetëror rreth 4.000-5.000 maqedonas janë minus. Në anën tjetër, bloku politik shqiptar, populata shqiptare është në ngritje. Në Manastir, në Prilep, në Shtip, ka probleme serioze. Në Ohor, çdo vit dikund rreth 700-800 banor janë minus. Llogarit, vetëm për një, domethënë, për një vit flasim. Ndërsa në anën tjetër, komuna shqiptare në përjashtim që ka ngecje në Dibër, në Kërshov dhe në Struk, që përballë në komunë maqedonase janë përsëri okej. Se ta ata ka një Ska Maqedon. Dakor, megjithatë mbahen. Jo, të jo mund të jetë konstante. Nëse më lejoni Dhe të ndihmoj në të njëjtin. Po, lutem. Në 2002-shin, unë e kam shkruar edhe në librin të UÇK-s, plakja demografike është te Maqedonasit enorme në 2002-shin. E tash jemi 2017. Ajo ma është, kështu si toni ju, për ndoshta ma mizeri është brenda, me pa ala ma përsa afërti. Edhe kretë këto flasin se neve duhet të zhvillojmë ekonominë, mos në shkojnë njerëzit për jashtë, që të bëhemi shumicë brenda. Se kretë lojen këta e bëjnë tash, preke komisioni shtetëror, zgjedhore dhe poshtë, shofin si të përjashtojnë diasporën për edhe regjistrimit, edhe votimit. Nuk është e vërtet se ne mund të marrim 30 deputet. Këta që janë këto, generalne do t'i mbajmë. Se këto trende demografike në botë tani e kanë marrë të kajë. Lëvizin, ashtu. Megjithatë, fatmirësisht, pozicioni ynë është i mirë si shqiptar. Në Shqipëri, mos flasim Kosovë, edhe në Maqedoni. Probleme serioze në Ballkan, kur folëm edhe për gjeopolitikat pak rajonale dhe botërore, është fati jonë që bloku Maqedonas, Bullgar, Sërb, Rus, ide nuk e kemi ne se çfarë trendi negativ kanë demografik.
Do thonë llogarit shembull në Rusi ka shënuar ngritje popullatës muslimane rreth 17%. Në Bullgari afër 16%. Ne dimë që ka qenë vetëm lejo. Janë çështje që duhet bisedohet me demografë e punë. Ne mund të bisedojmë me dëshirat janë tjera, realiteti është diçka tjetër. E diktojnë këtë, për shkak se a mundet të kthehemi kategori kushtetuese me 20%. Unë kam edhe një pyetje në fundit për shkak se koha po na shkel. A do të na duhet zotri Veseli zgjedhjet e reja apo formimi i qeverisë stabile? Kështu, unë mendoj se nga këto zgjedhje qeveri stabile nuk ka. Me cilin do blok që duhet bëhet, qeveri stabile nuk kemi dhe mendoj se qeveria nuk do ketë rezultate të cilët do jenë në favor të qytetarëve të Republikës Maqedonisë. E para. Prandaj unë edhe duke e pa dhe qëndrimin e Bashkimit Demokratik për i Tigrit, i cili ka 5 opsione. I dim gjitha janë njohura për ne. Nëse nuk realizohen, unë gjithmonë shkoj simbas asaj që është shkruar. Unë nuk thamë se platforma nuk është e negociueshme, ama ata duhet ta thonë, jo unë. Ata të cilët e kanë nënshkruajtur, ata të cilët e kanë marrë përgjegjësi, se çdo bisedë që do bësh me partnerin politik, me siguri se do bësh, po ata kanë thënë se nuk është e negociueshme. Nëse platforma nuk është e negociueshme, partitë politike nënshkruese të mëshirës shqiptare duhet presin që të thotë o VMRO-ja, o LSDM-ja të paraqiten dhe të thonë, është momenti se ne i pranojmë kërkesat e shqiptarëve. Dhe prandaj kthehen përsëri te ajo, kur është interesi strategjik i maqedonëve për të harruar shtetin maqedon, për të harruar shtetin e tyre, nuk e shihni çdo natë dalin dhe thonë se kemi vetëm një shtet, nuk jemi si shqiptarët që kanë 3 shtete kështu me radhë, ata kanë qëndrim përbashkët dhe të njëjtë. Ata komunikojnë mes vete në mënyrë të mshetë. Ata nuk janë shqiptarë që atë që bisedojnë dhe dalin me shprehje. Nëse platformën politike kanë nënshkruar 3 subjektet, Besa, Aleanca dhe BDI-ja, nëse ja kanë dhënë mandatin BDI-s për shkak të numrit të deputetëve që tha edhe generali se ai është më i madh, atëherë përkrahej me burr deri në fund. Ose thuaj nuk du, nuk përkrahej. Andaj përkrahet platforma, këndej dilet me propozime tjera, të cilat janë papranueshme, sidomos lëvizja Besa. Ndoshta janë njerëz pa përvojë politikisht, ndoshta janë tri, por ama duhet konsultohen, nëse ke nënshkruajtur diçka të përbashkët, ose largohu prej asaj, ose përkrahet deri në fund. BDI-ja me siguri se nuk do ta bën pa konsultimin e Aleancës dhe Besës një prononcim apo do të merr një qendrim apo do të bëjë një veprim pa u konsultuar për shkak se janë përbashkët plus janë garant shteti shqiptar, kryeministri i shtetit shqiptar, pa u konsultuar major asnjë hapson merr. Ama jo ta sulmosh derisa i bën biseda. Mos e sulmo, për shkak se ajo është më i madhi, respektohet më të madhi. Dhe unë këtë kam qëllimin. Platforma politike o do respektohet nga të gjithë, ose ata që nuk e respektojnë të thonë nuk e respektojnë. Nuk e respektojnë, do largohen, leje vetë. Por ama unë përsëri them, shqiptarët janë në situatë të favorshme për shkak se janë bashkë me një platformë politike dhe duhet ta materializojnë, ta poentojnë këtë vis-a-vis kampit politik maqedonës. Por ama kampi politik maqedonës nuk po reflekton. Duhet ta dimë se nuk reflekton. Edhe nëse ata nuk reflektojnë, pse ne të bëjmë përpjekje do e përkrajmë se përkrajmë. Pajtohem me generalin edhe një fjali, se do ta përfundoj, se parlamenti është vetë ai i cili vendosën ta krijojë shumicën. Po si do krijohet shumica? Besoni nuk kanë si krijo, se në zgjedhjen e kryetarit në parlamentit. Pse? Për shkak se një hap me botë tjetri kritikon. Ne nuk jemi unik brenda shqiptarëve, edhe pse kemi nënshkruajt. Jemi nënshkruar në platformën e përbashkët, përsëri nuk jemi unik. Derisa nuk jemi unik, me ne do të manipulojnë partitë politike maqedonase dhe ata do tentojnë që të poentojnë para popullatës, para elektoratit vetë, që të fitojnë zgjedhjet. Unë mendoj se mund të edhe mos bëhet, se BDI-ja nëse thotë unë rri në opozit, s'ka qeveri. Do shkohet zgjedhjet parakoshme. Po zgjedhjet e parakoshme, unë nuk e kuptoj edhe një gjë. Jetën politike, partitë që janë në opozit, partitë që humbin, gjithmonë i kërkojnë zgjedhjet. Partitë që fitojnë nuk kërkojnë zgjedhje, pa ato janë detyruar mbajnë zgjedhje për shkak. Edhe unë nuk i kuptoj disa parti që tash kur them kanë marrë numër më të vogël deputetëve. Ato çdo herë duhet të jenë gatshëm për zgjedhje. Veseli, kemi shkel veçmo orarin, kisha dashur shumë shkurt do thotë edhe prej zotëri Sejnit edhe prej generalit se në fund do të na duhet qeveri stabile apo zgjedhjet parakoshme. Interesi publik është që të ketë qeveri politike stabile, por unë kam theksuar në disa mediume tjera, nuk është tragjike nëse në këtë situatë vendosim për një qeveri kalimtare. Pak nësi ka si do quhet, qeveri
koalicioni zgjeruar ose X ekspert e kështë me radhë, dhe ndoshta në atë qeveri këtij koalicioni zgjeruar do të kalonte më lehtë edhe ligji i gjuhës shqipe, por edhe çështja e NATO-s dhe integrimit, domethënë, në BE. General, shkurt, çka do të na duhet? Shumë shkurt. Kushtet për formimin e qeverisë politike ekzistojnë. Përpjekjet janë duke u bë. Qoftë në anën e VMRO-s 10 plus D plus 3 plus ku diun sa bëjnë 67-8 deputet. Mendoj, qoftë në anën e me LSDM, mendoj, po ashtu ka kushte që të krijohet qeveri politike. Vështirësi do ketë, VMRO-ja veç i paralajmërojti se do të ketë, unë do t'i them drejt për drejt, ajo mendon të bënë trazira. Të delë në rrugë, të bënë këtë, bënë atë, si që ishte ai Daramani. Që ka fillu sot në orë, më njerë. Po mirë. Ajo i ka shenjat e parë. Do t'jetë ashtu. Në qoftë se bëhet qeveri eksperte ose teknike, ajo do t'i ketë detyrat e caktume si e kishte ajo e Klusevit. Ti bon ushtrin, ti bon paret, ta bon këtë, ta bon këtë. Kështu që nuk do t'i japin detyra politike asaj, se nuk do bie dakord për gjuhën VMRO-ja. Se qoftë se thomi teknike ose ekspertësh, përsëri në një mënyrë do të futen ato. Brenda edhe do t'ja caktojnë detyrat. Prandaj edhe 3 muaj ose 6 muaj, sa do t'i duheshin asaj për t'i përgatit zgjedhjet, në qoftë se shkohet me zgjedhjet komunale, po, në qoftë se shkohet me zgjedhjet. Nuk ka mundësi. Faktikisht ajo do të përfaqësonte një humbje kohe. Humbje kohe dhe nuk ka garancë se çfarë rezultate do ketë pas këtyne, në qoftë se shkohet prapë në zgjedhje të parakohshme. Ato nuk janë më të parakohshme, janë të radhës. Parakohshme jenë këto, si vind parakohshme kur ala nuk ka mandat. Shpresojmë për ditë më të mira, shpresojmë që shive, ne shqiptarët, për ne shqiptarët ma kesh nuk mund të bëhet. Unë mendoj nuk mund të bëhet, mund të bëhet veç më mirë. Po, a në qoftë se bëhet ma keq, do bëhet për palën Maqedonase, se ajo ka çka të hup, ne s'kemi. Nuk flas për luftë, mos keq kupton dikush, po flas për gjendjen në përgjithësi. Ne pa punë jemi. Po dalim jashtë të kujmë, edhe ata nuk humben nëse në mundsojnë një të përdorim gjuhën shqipe. Po, patjetër. Po është krijuar luftë psikologjike, domethënë. Unë mendoj se Gruevski ma përpara do ta pranonte gjuhën shqipe se sa Katicën. Po. Lidhur me atë që thatë ju pares vetëm një dhe një fjalë shtoj. Është me rëndësi se zgjatja e mandatit të prokurorisë speciale do të thotë spastrim i situatës edhe fillim i ri në luftën kundër kriminalitetit organizuar, se ai kriminalitet na dëmton edhe ne, bën shumë të fuqishëm, milioner, miliarderë. Po. Zotri Oseni, faleminderit shumë që ishit prezent në studion e hapur. Zotri Veseli, gjithashtu shpresojmë t'ju kemi në studion prapë do thot në emisionet e radhës. Zotri Fatih, keni qenë shumë konstruktiv, shpresoj t'ju kemi prapë edhe në emisionet e radhës. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj shumë për vëmendjen. Takim të radhës ju lë dë shtunën e ardhshme me fillim në orat 18. Deri atëherë, mirëmbëngjes.